Godina qendrore e Spitalit Rajonal Korçë, e cila, siç e thamë edhe kur mori kartën e autonomisë menaxheriale, Spitali Rajonal i Korçës është një godinë 100 vjeçare, që daton nga 1927. Ja i ndron grave se... Po, grapa bura snuk, po. Si? Grapa bura. Grapa bura edhe ka, bura për gra, si... Si, edhe dy që shqipin bashkë. Si del. E me parë keqen paciente, me dy tele. Nga bërë spitalit. Respekte. Janë 71 mjek edhe 230 infermierë që punojnë në Spitalin Rajonal të Korçës, kryesisht gra dhe vajza, stafi administratës. Prezantimin do ta fillojmë që këtu, në fakt, projektin e kemi bërë në bashkëpunim me Universitetin Politeknik të Tiranës. Pjesë e universitetit dhe paktit me universitetin. Kemi hartuar projektin që bën në një sipërfaqe goxha të madhe, janë gati 19.000 m2 sipërfaqe terreni, ndërsa spitalin vetveten mbi tokë janë 12.000 m2 dhe nën tokë 2.500. Do të ndahet në bloqe, janë 5 bloqe që e kompozojnë, secili nga pavionet, por që ka dhe një strukturë që gjithë imazheria është vendosur nën tokë, se spitali duke qenë se ka një lëvizje terreni, ka ti nën tokë del në gjysmën e hapësirës së saj, gjithë imazheria, pjesa e hyrjes është urgjence që duket dhe aty që është trajtuar këtu. Ku zhvillohet kjo fillëri? Këtu. Zhvillohet në gjithë të zonë këtu, pra fillojmë që këtu, organizohet parkimi, prishen këto godinat një kaçe, që është pjesa e tjetër. Gjithë këto godina që kanë kjo në Marin, kjo të gjithë. Temët nuk preken, është llogaritur çdo gjë që të futet brenda strukturës, po. Ngelet e gjitha me fjalë. Po kjo do. Të pastaj duhet ta Pastaj studiojmë mendojmë që të organizojmë me fjalë pjesën e kësaj, sepse bëhet fjalë që në katin e dytë janë 4 bloqe operatore me fjalë, që është gjë kryesore. Kjo është godinë e vjetër, është në kohën e 35-s më thënë. Sot janë 4 godina shërbimi, në fakt që nuk janë të lidhura me spitalin, pra janë veçmas, funksionojnë veçmas. Dhe kjo ja vështirëson edhe punën stafit aktual, sepse do duhet koordinojnë me njëri tjetrin dhe bëjnë ecejake në përgjithë oborrin e spitalit. Ndërkohë që godina që është duke u propozuar është një godinë multifunksionale që i mbledh gjithë shërbimet spitalore në një. Edhe po, në gjithë pjesën. Po, punimet fillojnë brenda vitit. Po, jemi gati të vit do fillojmë puna. Kemi këto rakordimet e fundit të projektit, së bashku me inxhinierët. Brenda vitit fillon puna, ja kemi premtuar mjekëve se ishin gjithë duke më pyetur kur fillon, a fillon vitin që vjen? Jo, i thash fillon këtë vit. Mirë. Do e bëjmë shumë burë dhe. Po, është gjithë kjo sipërfaqe. Edhe asnjë pemë nuk do preket, ë? Jo, Sepse gjelbrimi këtu në fakt është fantastik. Edhe duhet bërë restaurimi kësaj, patjetër. Edhe godina historike. Po mirë. Ha? Po më çfarë falenderoj shëndet. Respekte shumë. $35.000 m2 sipërfaqe aktualisht këtu spitalit, pra gjigant. Ti tani çfarë bën? Çfarë ndodh? Po vetë kur dosh me Sot. Kjo aktualisht është godinë qendrore, pra patologjitë janë këtu, kirurgjia është këtu, kardiologjia është këtu. Oh, ku jemi? Mirë. Çfarë bën? Po ç'bën ti? Ç'ne ke nga dole? Ku po shkon? Ke mamin, ke babin? Për mua edhe? Mami, hajde, po.